të shkurtër. Unë quhem Kriselda Xhixha. Vi nga qyteti Korçës, aktualisht jetoj në Tiranë, vazhdoj fakultetin Administrim dhe Politikë Sociale. Kam prezantuar ngjarje të ndryshme. Me pak fjalë e kam pasion prezantimin. Kur më ftuan për të drejtuar këtë mbrëmje, thash po më njëherë. Dhe e dini pse? Sepse dëshiroja të vija në Kosovë. Është hera e parë për mua që vi në Kosovë. Dhe dua të bëhem e famshme në Kosovë, sepse kam dëgjuar se dhe këtu mysafirët priten më mirë. Ama, më kërkuan për të përmbushur një kriter. Ta dua zhurmën, dhe kjo për mua ishte fare lehtë. Ishte dashuri në shikim të parë, se s'kishte si të ndodhte ndryshe. Për këto, dash e mora dhe gjeta mënyrën më të mirë për t'ja dalë sa më mirë. A dua të bëhem e famshme? Për këto më duhet një partner në drejtim, që t'jeti famshëm, i këndshëm, pse jo dhe i ëmbël. Edhe nëse ju nuk do t'i kujtohem si Kriselda, prezantuesja e shkëlqyer e Zhurma Awards, do t'i kujtohem si prezantuesja, që prezantoj me driton si qeca. Jesi shpinë zemër. Jesi karë në Zhurma Awards. Mi mbrëma miq, mirë si u gjetëm në Gjilanin Mikpritës. Si që tha dhe Kriselda, natyrisht është hera e pare saj në Kosovë, është hera e parë që prek dhe shkel një skenë kosovare. Unë kësha kërkuar për ullënjësisht që ju sonte ta mbështesni atë vetëm me duar trokitje, ndërkohë që unë do të ndihmoj që të bëhet e famshme. Ndërkohë që zemër, nuk është edhe aq kollaj fare që të bëhesh i famshëm si prezantues, fillimisht duhet të dish të flasësh, por si fillim që bëre të edicionit më të 6-të të Zhurma Awards, këtu në Gjilan, unë them që fole pak si shumë dhe s'na lër alt të themi se si vjet Zhurma Awards organizohet në patronazhin e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Përkrahur nga kryetari i Gjilanit. Por ama një gjë e ka thënë shumë bukur, se zhurmën ne të gjithë e duam. Jo vetëm ne të dy, por edhe pronari i kompanisë Ziko. Drejtoresha Generale e Televizionit Ziko, Rafete Memini. Drejtorët artistik të këtij edicioni, Edona Memini dhe Granit Miftari. Dhe ju, të nderuar miq, që jeni arsyeja kryesore që na mbledhni edhe sonte për të 6-ën herë me radhë në Zhurma Awards, pra Zhurma Awards 2010. Okej, e kuptova, në rregull. Më mirë le të fillojmë garën. Unë po shkoj në prapa skenë për të menduar diçka të bukur që t'ju them herës tjetër. Sa mençur që je dhe unë garantoj që sonte do të jemi një çift ideal në prezantim. Çka thoni ju? Çka thoni? Faleminderit. Faleminderit. Këtu fillojmë me Zhurma Awards 2010.